Gjykata e Tiranës dënoi me 55 vite burgim 2 persona që akuzohen për ekzekutimin e Edmond Papës në vitin 2022 në një lokal në zonën e njohur si Kodra e Diellit në kryeqytet. Sipas vendimit të gjykatës, Endry Bode, i cili është cilësuar fajtor në rolin e ekzekutorit, është dënuar me 30 vite burgim. Ai u shpall fajtor për veprën penale të vrasjes me paramendim kryer në bashkëpunim, ndërkohë për bashkëpunëtorin e tij Albano Velo, Gjykata e Tiranës shpalli verdiktin e saj dhe dënoi me 25 vite burgim për akuzën e vrasjes me paramendim kryer në bashkëpunim me Boden. Nga hetimet e prokurorisë së Tiranës rezulton se Bode dhe Velo, të cilët janë miq të ngushtë Aleksandër Sadikaj dhe kushëriri i tij Adriatik Kalemi, e vranë Edmond Papën në shenjë hakmarrje. Në qershor të vitit 2022, në afërsi të rreth rrotullimit të tegut, Aleksandër Sadikaj, i njohur si Sancho, u ekzekutua në një atentat mafioz me shpërthim eksplozivi. Vrasja e tij ishte një ndër ngjarjet më të rënda për mënyrën se si i riu u ekzekutua në mes të ditës. Familjarët e Aleksandër Sadikajt dyshonin se në këtë ngjarje ishte i përfshirë Edmond Papa dhe miqtë e tij morën hak ndaj tij duke ekzekutuar në Tiranë. Nga hetimet rezulton se 3 javë përpara ngjarjes, Endry Bode dhe Adriatik Kalemi kanë bërë një pakt vëllazërie, duke pirë gjak në gishtëritë e njëri tjetrit dhe më pas kryen ekzekutimin e Edmond Papës. Ky fakt është provuar nga një video që sipas prokurorisë është gjetur në telefonin e Albano Velos në momentin që ai u arrestua si bashkëpunëtor në këtë ngjarje. Gjithashtu nga pamjet e kamerave të sigurisë, rezulton se Bode dhe Velo e kanë vëzhguar Edmond Papën për afro një muaj e gjysmë deri ditën që e ekzekutua në Tiranë, në një lokal shumë pranë shtëpisë së vëllait të tij. Nga saga e përplasjes Sadikaj Kalemi Papa janë shënuar disa viktima. Adriatik Kalemi dhe vëllai i tij i kanë mbijetuar 2 atentateve në një ishull në Greqi dhe në Tiranë, ndërkohë që vitin e kaluar u qellua për vdekje babai i tyre në Memaliaj.